Që ne e lexuam edhe në rekatet. Dhe bëhet fjalë për surën Huxhurat. Surja Huxhurat është quajtur edhe ndryshe ajo kaptina, ajo surja e etikës së lartë, e moralit të lartë që duhet t'i përkaset dhe që duhet ta ketë besimtari. Dhe shkaku i zbritjes, një prej shkaqeve të zbritjes së kësaj sureje ishte pikërisht një gabim. Ishte pikërisht një shprehje ose një sjellje jo korrekte me të dërguarin e Zotit lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar e korrigjoi këtë moment, këtë sjellje, duke zbritur ajete të tëra, të cilat mbeten të përjetshme për besimtarin, për besimtaren, dhe nëpërmjet këtyre citateve, nëpërmjet këtyre ajeteve, po të meditohet, po të thellohet robi, arri edhe të përcaktoj edhe si thua atë mozaikun e tij, arrit të ndërtoj veten e tij apo të saj. Nuk kemi kohë, dhe as nuk është momenti që të merret dhe të bëhet tefsiri dhe komenti i gjithë kësaj sure, e cila kur themi që është përcakton etikën e lartë që duhet të ketë besimtari dhe besimtareja, imagjinoni tani vetë ju të rësinë atyre virtyteve, atyre moraleve të larta që ne duhet i kemi, dhe është më se normale që është e pamundur t'i sjellim të gjitha këtu sot. Mirë po, le të kapim shumë pak apo diçka, si thua ato sinjale që transmeton kjo sure. Në fillim fare, cili ishte shkaku i zbritjes, ose çfarë ndodhi? Vjen një delegacion prej fisit Beni Temim. Dhe ishte një fis shumë orator. Në mesin e tyre kishte shumë poet, një fis i cili njihej dhe ishte shumë i lartë në mesin e njerëzve, të paktën nga dishurin arabik. Dhe në momentin ata vinë në Medinë dhe u pozicionuan përballë shtëpisë së dërguarit të Zotit lartësuar, përballë xhamisë, përballë dhomës së dërguarit të Zotit lartësuar. Dhe e thirrën të dërguarin e Zotit me zë të lartë prej së largëti, nga jashtë shtëpisë, gjë që nuk ishte normale. Nuk ndodhte tek komuniteti musliman, tek besimtarët, që ta thirrnin të dërguarin e Zotit lartësuar me zë të lartë prej së largëti. Por prisnin sa të o do shkonin, do trokisnin tek dera, ose do prisnin derisa të dilte i dërguari i Zotit dhe pastaj të komunikonin me të. Ata duke qenë se nuk e njihnin atë jetën e përditshmërinë e besimtarëve, etikën e lartë që kishin muslimanët me dërguarin e Allahut, gabuan në atë rast. Dhe fillon e thirrën të dërguarin e Allahut me zë të lartë. Dhe thanë dil. Dhe në një farë mënyrë dil se ka ardhur delegacion nga fisi Beni Temim, kanë ardhur njerëz të lartë, njerëz special, njerëz të veçantë. Dhe ti duhet ta kesh në një farë mënyrë nder dhe krenari që do ta takosh këta njerëz. E rëndësishme, pejgamberi alayhisalam del, komunikon me ta dhe në fund ata e pranuan Islamin, elhamdulillah, mirë po. Zbret Allahu i lartësuar këtë sure. Dhe çfarë përcakton Zoti i gjithësisë në këtë sure? E para, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. O ju të cilët keni besuar, mos kini në jetën tuaj prioritet më madhështor se sa Allahu dhe i dërguari i tij. Direkt në ajetin e parë Zoti i gjithësisë përcakton referencën tek besimtari, tek besimtarja. Nuk mund të ketë një njeri që ka besuar Allahun, një njeri që ka thënë jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguarin e Zotit, automatikisht i përcaktohet referenca. Nuk mund të ketë referencë më të madhe, më prioritare se sa Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe nuk mund t'i japi një besimtar dhe një besimtare përparësi përpara Allahut dhe dërguarit të tij, t'i japi përparësi fjalës së dikujt prej njerëzve, kushdo qoftë ai. Kushdo qoftë ai. Pse kjo gjë? Sepse askush nuk e ka as dashamirësinë dhe as dijen rreth nesh më mirë se sa Allahu dhe i dërguari i tij. Askush nuk e ka, as prindi, as baba, as nëna, nuk e ka as dijen rreth çfarë është në dobin ton, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër, as dijen dhe as dashamirësinë, më shumë se sa Allahu dhe i dërguari i tij. Prandaj këtu përcaktohet referenca që duhet të ketë besimtari. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. Mos mirëni prioritet në jetën tuaj, referencë në jetën tuaj, përparësi në jetën tuaj përpara Allahut dhe të dërguarit të tij. Kjo është për sa i përket ajetit të parë. Ajeti i dytë, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Kujdes kur komunikoni me të dërguarin e Zotit. Zëri juaj nuk mund të jetë mbi zërin e dërguarit të Zotit. Dërguari i Allahut tani nuk është mes nesh, mirë po mes nesh
Tani çfarë është? Është fjala e dërguar të Zotit, janë hadithet, janë porosit, është suneti, është tradita, është trashëgimia që ka lënë i dërguari i Zotit. Nuk mund të dalë zëri i dikujt prej nesh mbi zërin, mbi transmetimin, mbi mesazhin që përcjell një hadith i caktuar, një moral i caktuar që përcjell i dërguari i Zotit të lartësuar. Prandaj i gjen muslimanin që përpara haditheve, përpara transmetimeve, përpara trashëgimisë të dërguar të Zotit të lartësuar, qëndrojnë në heshtje të edukuar me shumë etik të lartë. Pastaj thot, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Do të ketë për njerëzve dhe pikërisht ata të cilët të thrasin ti prej së largët nga jashtë shtëpisë, shumica e tyre nuk ka logjik të shëndosh. Pra mundet dikush të jetë edhe besimtar, mundet dikush edhe të ketë edhe vite në fe, dhe akoma nuk ka pjekur logjikën. Nuk është pjekur në logjik, nuk është pjekur në etik. Mund të ta demonstroj diçka të tillë edhe në sjellje. Prandaj ky Kur'an që ne shumë e dëgjojmë dhe shumë e lexojmë dhe gjithë kjo fe që ne marrim, automatikisht të nderuar, shpesh e themi, duhet të përkthehet në moral, duhet të përkthehet në etik, duhet të përkthehet në sjellje, duhet të përkthehet në qëndrime. Shumë prej tyre mund të jenë musliman, por akoma nuk janë pjekur në logjikën e tyre, në etikën e tyre, në moralet e tyre. Fatkeqësisht Zoti na ruaj. Pastaj pason Allahu i lartësuar, shikoni, është mozaiku i kujt, i vlerave, i virtyteve, i sjelljeve të larta që duhet të ketë besimtari. Kush e merr dhe ja bën risk vetes së tij, pasha Zotin e gjithësisë, do dalë një njeri i cili do tregohet me gisht për mirë. Raport me Zotin, raport me veten, raport me njerëz. Pastaj Allahu i lartësuar përcakton qëndrimin dhe pozicionin që duhet të ketë besimtari dhe besimtarja në raport me thashethemet. Bot thashethemesh, bot intrigash, bot llafesh. Cili është pozicioni? Aq më tepër që sot janë rrjetet sociale, aq më tepër që është media, aq më tepër që janë qile wa qal. E dëgjove çfarë tha, e dëgjove çfarë thuhet, e dëgjove çfarë ka bërë, e dëgjove çfarë ka ndodhur? Nuk dua ta dëgjoj fare. A ka mundësi mos ta dëgjoj të më lësh rahat? Nëse mundemi, problemi është se nuk mundemi që nga unë i pari. Edhe çik na do enda, na do vetja çik. Po edhe nëse nuk na do në momentet caktuara, e duan të tjerët që ne ta duam, të vjen pra je i detyruar nga ky vrull lajmesh dhe intrigash apo ku diun thashë themesh. Duam apo s'duam, intimiteti i njerëzve sot ka depërtuar në shtëpitë tonë. Intimiteti i njerëzve ka depërtuar në shtëpitë tonë, nëpërmjet kujt, nëpërmjet këtij, nëpërmjet celularit, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe kështu me radhë. O ju të cilët keni besuar, in ja'akum fasiqun binaba. O ju të cilët keni besuar, pra shikoj. O ju të cilët keni besuar, do të jesh ndryshe nga tjerët. Do të kesh standard tjetër. Nëse Allahu thotë o ju të cilët keni besuar, atëherë kaloni një kategori më specifike se sa o ju njerëz, ja ju nas. Më specifike. Njerëz përzgjedhur, njerëz të cilët kanë referencë Kur'anin famëlar, fjalën e Allahut të lartësuar dhe modelin profetik. Nëse ju vjen një intrigant dhe atë njeri që vjen me thashetheme dhe vjen me intriga, Allahu i lartësuar e ka quajtur in ja'akum fasiq. Edhe nëse ja qëllon, edhe nëse thotë të vërtetën, përderisa nuk ka qëllim të mirë dhe përderisa ajo gjë që ai përcjell mund të jetë e vërtet, por bën dëm. E ka quajtur intrigant, e ka quajtur njeri të prishur. Nëse vjen dikush i tillë, fetebejenu. Nuk thot Allahu i lartësuar mohojeni, por thot fetebejenu. Kujdes, verifikojeni. Verifiko lajmin, verifiko thashethemet. Mundësisht mos t'i dëgjojmë lajmet, mundësisht mos t'i dëgjojmë thashethemet, mundësisht mos të përfshihemi në jetën intime personale të njerëzve. Të përqendrohemi tek ajo që na intereson në jetën tonë, në dunjan tonë, në fen tonë, në ahiretin tonë. Ama nëse është diçka që pa tjetër duhet përfshihemi, atëherë çfarë bën? Fetebejenu. Çfarë të bësh? Verifikoje. Verifikoje pse? Sepse pa e kuptuar nuk është çuditë i bësh padrejsi dikujt. Të përfshihesh dhe ti në llumin e të tërës, në padrejsinë e të gjithës, dhe ti bësh padrejsi dikujt. En tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pastaj, pasi të qartësohen gjërat, pasi të kthjellohet situata, normalisht do bëhesh pishmend dhe do thua shiko, gabova, ma bëj halal, po pak rëndësi ka, është bërë dëm.
Prandaj shikoni çfarë morali i lartë e ka përcaktuar Allahu i lartësuar, e ka përcaktuar i dërguari i Zotit lartësuar 1450 vite më përpara. Qëndrimi dhe pozicioni që duhet të ketë njeriu i madh, njeriu i cili është njeriu i vlerave në raport me çfarë? Në raport me llafet, me thashethemet, me intrigat, me informacionet, me jetën personale të njerëzve. Pozicion nuk më intereson. Min husni l-islami l-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, për islami të mirë të një personi është të shmangi ato gjëra që nuk i interesojnë. Nëse më intereson, unë e verifikoj, edhe nëse më vjen prej prindit tim. Edhe nëse më vjen lajmi prej nënës, prej babës, prej vllajt, prej motrës, prej njeriu të besueshëm. Pse e verifikoj? Nuk dyshoj në qëllimin e mirë të tij, mirë po dyshoj në kapacitetin për ta përthithur, për ta perceptuar lajmin nga ky person. Po, këtë e dyshoj. Ose nuk është çudi që edhe ai të jetë viktimi i kujt? I një transmetuesi tjetër. Prandaj besimtari është jashtëzakonisht shumë i matur. Pastaj, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman, mos harroni se ju jeni përsëri ndryshe. Allah ju ka stolisur zemrën me besim. Ka stolisur zemrën me besim. Ju ka ushqyer mendjen me informacion, me ajete e Kur'ani. Patjetër duhet të sillesh ndryshe në raport me gjithçka që të rrethon. Pastaj kanon Allahu i lartësuar në një moral tjetër shumë të lartë, por shumë delikat. Qëndrimi dhe pozicioni që ka besimtari në konflikt. Qëndrimi që ka besimtari dhe pozicioni i tij në konflikt, në luftë. O in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu, nëse dy grupe prej muslimanëve arrin deri aty sa luftojnë njëri tjetrin. Pra ka paralajmëruar Allahu i lartësuar që deri aty do shkojë shejtani i mallkuar, do t'i vënë në lojë. Shejtani qoftë prej xhinëve, qoftë prej njerëzve, do t'i vënë kaq shumë në lojë, qoftë dhe muslimanët, derisa të arrin deri aty sa të derdhin gjakun e njëri tjetrit. Mirë, po pozicioni i njeriu të mençur, njeriu të dijshëm, njeriu të matur, njeriu të devotshëm, cili duhet të jetë? Faslihu bainahuma. Mos u bëni tifoz. Mos u poziciononi si pozicioni i tifozllëkut. Por ndërhyj për të pajtuar mes tyre. Pastaj nëse është i pamundur pajtimi, patjetër duhet të jesh palë me viktimën, asnjëherë me agresorin, asnjëherë me zullumçarin. Edhe nëse është baba, edhe nëse është nëna, edhe nëse është vëllai. Asnjëherë palë me agresorin apo me zullumçarin, me të padrejtin. Edhe nëse është i gjithë interesi i dunjas tënde, interesi jetik i dunjas tënde, është pikërisht që të bëhesh palë me agresorin. Agresori duhet të jetë i vetëm dhe duhet të jetë i izoluar. Kushdo qoftë, edhe nëse është musliman, edhe nëse është musliman, edhe nëse është besimtar, nëse është agresor, nëse është i padrejt, patjetër duhet të jetë i vetmuar dhe duhet madje në momente të caktuara Allahu i lartësuar thotë: "Fa in fa'at faslihu bainahuma faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin." Atëherë, nëse dikush prej tyre, njëra pala e cila është zullumçare, arrin që të nështrohet, atëherë pajtoni mes tyre. Nëse nuk arrin që të nështrohet, bëu palë me viktimën derisa pala agresore të nështrohet. Dhe këtu nuk është të thonë gjithmonë me forcën e luftës apo të armës, jo. Qoftë me atë të fjalës. Pse kjo gjë? Se Allahu i do të drejtët, muqsitin, prej lavdërimeve më të mëdha që Allahu i lartësuar i ka bërë robit, i ka bërë besimtarit, është të qenurit në qist, në drejtësi, edhe kur është kundër interesit. Shkoj se çfarë morali. Dhe kjo është jashtëzakonisht e vështirë. Që njeriu të mbajë qëndrimin korrekt, sidomos në konflikt, sidomos në qembetje, dhe aq më tepër në luftë, dhe aq më tepër nëse çështjet pastaj zgjerohen, dhe këto janë çështje politike, dhe janë marrë një dimension të gjerë mes shteteve, Allahu na ruaj. Jashtëzakonisht i vështirë. Mirë po, besimtari ecë me parime. Parimi është drejtësia, parimi është haku, kush ka të drejtën. Nëse ecën me këto parime, të nxjerrë Allahu qelibar, të nxjerrë Allahu të rahatuar dhe pa u përfshirë në zullum. Pastaj në fund të këtyre ajeteve, çfarë thotë Allahu i lartësuar? Thotë dhe mos harroni, innamal mu'minuna ikhwa, se besimtarët janë vëllezër. Faslihu baina akhawaykum, pajtoni mes vëllezërve tuaj dhe keni shumë frikë Zotin në mënyrë që të mëshironi. Keni frikë Zotin në mënyrë që të mëshironi. Pra, edhe nëse ka arritur çështja në një nivel të tillë, deri tek derdhja e gjakut, përsëri këta njerëz duhet bëhen bashkë, këta popull duhet bëhen bashkë. Janë në një ombrell, janë në një kupol.
janë që të gjithë që dëshmojnë la ilaha illallah Muhammed wa Rasulullah. Pavarësisht se në mes tyre mund të ketë gabimtar, tendenca dhe prirja e besimtarëve dhe muslimanëve duhet të jetë vetëm pajtimi, jo tifozllëku, dhe aq më tepër pastaj që me anë të intrigave apo interesit të ndikojnë në përçarjen e muslimanëve. Doni të dini se kush janë njerëzit më të këqij dhe njerëzit më të mirë? Njeriu më i keq është ai i cili nxiton për të prishur zemrat e një bashkësie, e një shoqërie vëllazërore. Njeriu më i keq që shkel në tokën e Zotit është ai i cili jufsid, prish. Çfarë prish? Atë që Allahu i Lartësuar ka zbritur ajete të tëra vetëm për të transmetuar që duhet të jenë njerëzit bashkë. Familja duhet të jetë bashkë, fisi duhet të jetë bashkë, një i vetëm. Xhamati në xhami duhet të jetë bashkë, një i vetëm. Ummeti, bashkësia islame që ka ndërtuar i dërguari i Zotit i Lartësuar, popujt duhet të jenë bashkë si një trupi i vetëm. Kush prish? Kush katron këtë ndërtesë që është më fisnikja? Ajo që Allahu i Lartësuar thotë, edhe nëse shpenzojnë gjithë pasurinë e dunjas, ti nuk i bashkohet dot zemrat e tyre, ky është njeriu më i keq. Doni dini se kush është njeriu më i mirë? Ai i cili si plan, si projekt, si dert e ka vetëm të pajtoj, dhe vetëm të bashkoj. Dëgjojnë që ka një konflikt në një familje, pse më vllazin, pse grindeni? Çfarë do ndani? Çfarë do rini pas? Vetë ndërhy në forma të ndryshme, i bën bashkë dhe nuk bën tifozi. Dëgjojnë që ka konflikt diku në një fis, apo në një ambient, apo në një shoqëri, apo në një xhami, apo diku. Prirja e tendenca është i bëjnë muslimanët bashkë. Pastaj dalin të gjithë tek Allahu, dhe Allahu pastaj e cakton se kush e kishte më mirë dhe kush e kishte më keq, dhe kush më gjunafçari, dhe kush më i devotshëm këto, leri këto për tek Zoti i gjithësisë. Kjo është fe. Pjesa tjetër pastaj është Allahu na ruaj, maskohemi me Islamin dhe me fen, dhe kur vjen puna në praktik nuk është çudi që t'ia kalojmë në momente të caktuara dhe veprimeve të shejtanëve të mallkuar. Allahu na ruaj. Pastaj, për të ruajtur ky unitet dhe kjo bashkësi, Allahu i Lartësuar çfarë? Nuk mjafton vetëm fjala. Keni frikë Zotit dhe bëhuni vëllezër, por ka përcaktuar normat. O ju të cilët keni besuar, kujdes. La yaskhar qaumun min qaum. Askush mos tallet, një popull mos tallet me popullin tjetër. Unë jemi më të mirë, ne jemi të zgjedhurit e Zotit, ne jemi. Asa an yakunu khayran minhum. Sepse ndoshta ai që tallet, i tallurit jetë më i mirë se sa ai që tallet. Dhe as dikush prej njerëzve, prej burrave, mos të tallet me dikë tjetër. Pse ndoshta ai tallur është më i mirë se sa ai që tallet. Prit, ka sekrete kjo dunjavën. Apo jo? Në veçanti, apo dikush nga gratë të tallet me dikë tjetër. E ka veçuar Allahu i Lartësuar të gjë. Pse? Edhe një tjetër ndoshta e tallura është më e mirë se sa ajo që tall. Wala telmizu anfusakum. Lini mënjan nofkat, lini mënjan llagabet, lini mënjan emërtimet, të cilat robi nuk i pëlqen dhe nuk i pranon. Por ama përdorni fjalë të përzgjedhura që njeriu e bëjnë të ndihet mirë, nuk cënoni ndjenjat, nuk cënoni moralin, nuk cënon dinjitetin e dikujt. Nëse e bën diçka të tillë, si do ruhet vllazëria, si do ruhet uniteti dhe kështu me radhë. Vazhdon Allahu i Lartësuar duke thënë: "Ijtanibu kathiran min adh-dhann." Doni të ruani këtë unitet, këtë bashkësi, këtë vllazëri, këtë familje të gjerë, po ijtanibu kathiran min adh-dhann. Hiqni dhe lini mënjan para gjykimet dhe mendimet e këqija. A ke mundësi të ushqesh në vetën tënde vetëm mendim të mirë, siç ka thënë Umeri radhiyallahu anhu, gjithmonë e detyroj veten time të mendoj mirë për vëllain tim. Mendoj mirë dhe përpiqem të gjej 7-10 arsyetime dhe justifikime atij. Nëse edhe pas të 70-s nuk i gjej në justifikim, them ai e ka patur diçka për ti e i paf për ta gjetur. Niveli i lartë. Mendoni mirë, nuk të dëmton nëse mendon mirë. Po gabove? Alhamdulillah, ke sevap. Ama po nëse gabon tek e kundërta dhe mendon keq për dikë i cili nuk ka patur për shumë qëllim të keq. Atëherë kjo është fatkeqësi e madhe. Dhe wala tajassasu. Dhe lini mënjan spionllëqet. Lini mënjan intrigat. Lini mënjan wala tajassasu. Dhe lijeni mënjan interesimin për hallin e tjetrit. Për çështjen e tjetrit, për intimitetin e tjetrit. Su bëj spion. Bëu njeri që merret vetëm me hallin e tij dhe me veten e tij. Lini njerëz në hallet e tyre. Ke mundësi të ndihmosh, ndihmoje. Nuk ke mundësi, lëre në hallin e tij. Dhe mos u bën intrigant dhe mos u bëj spion, thot Allahu i Lartësuar. Wala yaghtab ba'dukum ba'da.
dhe mos përgojoni njëri tjetrin. Dhe çfarë është përgojimi? Prej përkufizimeve më të frikshme që ekzistojnë është përkufizimi i përgojimit. E dini pse? Sepse vështirë se shpëton dikush. Përgojimi është ti përmendesh dikujt atë gjë që ka në mos prezencën e tij. Ti përmendesh dikujt një gjë që e ka atë mangësi, e ka atë defekt, por në mos prezencën e tij ku nuk është prezent. I thanë o dërguari i Allahut, po nëse e ka, nëse e ka, kjo është përgojim. Nëse nuk e ka, shpifje. Pastaj të vish me gjëra që nuk i ka, atë këtu nuk bëhet fjalë për përgojim, bëhet fjalë për shpifje. Prandaj wala yaghtab ba'dukum ba'da. Mos përgojoni njëri tjetrin. Thotë Allahu i lartësuar. Doni ta dini se sa rënd është? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan? Dikush për jush pranon dhe dëshiron të ushqehet me mishin e vëllait të tij të vdekur? Ka shembuj më të frikshëm që ka sjellë Zoti i gjithësisë në Kur'anin famulart. Është i gatshëm dikush të ushqehet me mishin e vëllait të tij të vdekur? Tani është duke e bërë gati, duke e qefinosur, duke e bërë gati për ta kaluar në botën tjetër. Pranon dikush? Fekerihtumu, kjo shumë e shëmtuar. Atëherë, përgojimi, thotë Allahu, është akoma më i shëmtuar, është akoma më i rrezikshëm. Duhet jetë akoma më i ndaluar. Pse se kështu ja ke ngrënë mishin, ja ke ngrënë nderin, vëllajtën, dinjitetin, emrin, e ke përfolur në të gjallë, duke qenë gjallë, duke qenë pikërisht në jetë. Pastaj Allahu i lartësuar thotë, përcakton për kufizimin e devotshmërisë, se kush është më i miri dhe më i larti tek Allahu i lartësuar. Më i miri dhe më i larti tek Allahu i lartësuar, kush është? S'ka dallim mes të bardhit dhe atij me ngjyrë, njërës komësi apo komësis tjetër. Jo, njeriu më i lartë tek Allahu i lartësuar është ai i cili vë në jetë këto udhëzime që u lartë përmenda. Ky është më i miri. Këto kuptime. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri prej jush tek Allahu i lartësuar është më i devotshëm dhe dini që të gjithë juve ju ka krijuar Allahu, pavarëse jeni të ndryshëm, më i miri prej jush tek Allahu i lartësuar është ai i cili është më i devotshëm. Edhe fundit, Zoti i gjithësisë sjell se si dikush pretendon dhe tjetrën, qalatil a'rabu amanna, pretendon edhe thjesht me një fjalë goja unë kam besuar, pretendon se ka arritur nivelin e pranueshëm të besimit tek Zoti i gjithësisë. Të gjithë atyre njerëzve të cilët kanë mbetur akoma në stadin, në kufirin, në nivelin e fjalës, kanë besuar, u thot Allahu i lartësuar, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. I thot akoma pa depërtuar mirë imanin në zemrën tuaj dhe pa përkthyer këtë fjalë dhe këtë iman në vepra, akoma nuk e besuar. Dakor, ti je musliman, por akoma nuk e arritur nivelin e dur, pa i falë të 5 vakte të namazit, dhe pa agjëruar Ramazanin, dhe pa dhënë zakatin, dhe pa kryer haxhin përderisa të ka dhënë Allahu i lartësuar pasuri, dhe pa vënë jetë, dhe pa zbatuar këto morale të larta, atëherë ti mund të thuash që unë jam një musliman. Jam një musliman, alhamdulillah. Mirë po, a jam një besimtar i vërtet që jetësoj fenë e Zotit të lartësuar? Akoma jo, thotë Allahu i lartësuar, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Besimtar të vërtet janë ata të cilët besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, thumma lam yartabu, pastaj kur më nuk dyshuan. Asnjëherë më nuk u lëkundën. Vazhduan derisa ja dorëzuan shpirtin Zotit të gjithësisë me këto parime, me këto mësime, me këtë qëndrueshmëri, me këtë freski të shpirtit, të zemrës, të mendjes, të pa luhatur përballë trysnive, përballë tundimeve, derisa ja dorëzuan shpirtin Allahu të lartësuar. Lutim Allahun lartësuar që na bëj prej tyre. Surja Huxhurat duhet mësuar përmendesh, duhet studiuar, duhet medituar në të dhe duhet jetësuar, madje surja Huxhurat është pasqyrë. Dil përpara surës Huxhurat dhe shikoj veten. Secili prej nesh, siç dalim përpara pasqyrës, shohim veten tonë dhe vëmë në dukje mangësinjt, rregullohemi përpara se dalim prej shtëpisë. Surja Huxhurat na nxjerr të gjitha të metat. Na nxjerr të metat. Secili prej nesh. Allahu na përmirësoft dhe Allahu na mbuloft me mirësitë e tij dhe kërkojmë Zotit të gjithësisë që në këto ditë të mbetura, në këto net të mbetura dhe jemi po kalojmë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, jo nesër, edhe nesër teravih do të jenë në të njëjtin orar, pastaj pas nesër inshallah Zot, por do të kemi edhe një qëndrim tjetër, do t'i kalojmë siç e kemi edhe tradit. Do të shtojmë dhe namazin e natës.
Allahu na mbuloft në mirësitë e tij, Allahu na pranoft. Zoti ju shpëloft për vëmendjen tuaj dhe na bëni Allah se mbas edhe ndoshta edhe duke zgjatur ju kemi lodhur pak. Mirë po menduam të shfryzonim për natë dhe ndalim bashkarisht edhe nga një këshill sepse jam i bindur që ne vuajmë edhe faktin që nuk e kuptojmë. Pra shumë prej vëllezërve tanë dhe motrave vuajmë faktin edhe që nuk kuptojmë madhështinë e këtij libri. Dhe në mënyrë që të paktën ky libër mos mbetet thjesht si melodi, e kënduam bukur sonte apo nuk e kënduam bukur, kishim zërin në lartësinë e duhur apo s'kishim zërin në lartësinë e duhur. Prandaj edhe ndoshta ju kemi rënduar pak duke ndar bashkarisht edhe disa nga ato kuptime që jam i bindur që na keni mirë kuptuar. Zoti ju nderoft.